I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Shkoi një javë nga Kreshma e Madhe, dhe sot kemi arritur në të dielën e parë mbas Kreshmës, që quhet dhe diela e Ortodoksisë. Është një ditë festive, pavarësisht se jemi në një periudhë pendese, dhe kisha na fton që në këtë ditë të kujtojmë, të përjetojmë një ngjarje historike për kishën. Por jo vetëm për kishën, por për gjithë botën. Duhet dinë se kisha katolike, apostolike, ortodokse, që është një kishë, si trupi i Krishtit, ka përballur shumë luftra. Jo vetëm luftra nga jashtë, luftra fizike, koha e martirëve, por dhe luftra që fatkeqësisht vijnë nga brenda. Luftra kundër herezive, mësimeve të gabuara që kanë dalë nga njerëz që shërbenin në kishë, madje nga patriark, episkop, teolog, nga besimtar, por të cilët për shkak të egoizmit të tyre, ata nuk ju përullun mësimit të Zotit dhe të apostëve, ndërgjegjes universale të kishës, por interpretuan shkrimin e shenjtë me egon e tyre dhe ranë në herezi. Ranë në mashtrimin e djallit të heretikut parë, që jo vetëm mashtruojnë veten, po mashtruan dhe të tjerë dhe i bën dëm të madh kishës. E ndan, e përçan, e gjakosën kishën. Dhe më konkretisht, në shekullin e 8 dhe në shekullin e 9, për gati 100 e ca vjet, kisha përballoi një luftë brenda saj, që erdhi nga perandorët, që edhe pse kisha i bekonte, ata nuk mjaftoheshin me pushtetin e tyre laik, por donin dhe pushtetin klerik, të kontrollonin dhe kishën. Dhe kështu në këtë kohë dolën disa perandorë, të cilët kërkuan të kishin kontroll mbi kishën. Dhe këta perandorë, siç më i spikatër ndër tyre është Leoni Zauri, flasin në vitin 726 mbas Krishtit, pra shekullin e 8. Ky perandor kërkonte kontroll mbi kishën dhe gjeti një shkak. Nuk e bëri vetëm. Ati u nështruan dhe disa episkop, madje jo pak. Dhe ata ngritën një akuzë kundër gjithë kishës. Dhe thanë, kisha ka gabuar, sepse kisha mban ikona. Gjëra që i ka ndaluar Zoti në dhjatën e vjetër, në ligjin e Mojsiut, por në dhe në dhjatën e re. Kështu që ikona, thanë ata, janë idhuj. Nuk duhet i mbajmë, nuk duhet i puthim, nuk duhet ta stolisim kishën me to, por duhet i hedhim si gjërat pa vlera. Dhe filloi një masakër, jo vetëm kulturore, historike, por një masakër shpirtërore, me urdhër të perandorit dhe me pranimin e episkopëve heretik, ikonoklast. Do të thotë ata që ishin kundër ikonave, filloi një persekutim ndaj ikonës. Ikonat u morën, u dogjen, u shkatruan, muret e kishës u lyen me gëlqere, shumë lipsane shenjtorësh po ashtu u shkatruan dhe u bë një tmerr i madh. Dhe si tha dhe Zoti, do vi koha që njerëzit duke menduar se do ju vrasin, mendojnë se i shërbejnë Perëndis. Sepse jo vetëm shkatruan traditën apostolike të ikonës, që nga koha e apostëve, por vranë dhe martirizuan ata që i nderonin ikonat, sidomos murgjit. Dhe kemi një periudhë që quhet periudha e gjakut, që shumë murgj, besimtar dhe klerik që nderonin ikonat, që i mbronin ikonat, i mbanin ikonat, ata u arrestuan, u torturuan, u martirizuan. Dhe në këtë kohë dolën dhe disa shenjtorë shumë të spikatur, Shën Joan Damaskinoi, Shën Theodor Studiti dhe të tjerë të cilët, duke u mbështetur të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë tek shkrimi i shenjtë, te tradita e kishës,
kundërshtuan ikonoklazmën, duke thënë kjo është gjë e gabuar, kjo është kundër të vërtetës së Zotit, kundër mësimit të apostujve, kundër traditës së kishës, është kundër bazamentit ku ngrihet kisha, që biri dhe fjala e Perëndis u bë njeri, fjala u bë mish. Prandaj edhe Shën Johan Damaskinoi thot, i padukshmi është i pamundur të ikonizohet, por i padukshmi kur bë i dukshëm, u bë njeri pra, biri i Zotit u bë njeri, ai mund të ikonizohet. Dhe pati një luftë të madhe. Dhe u mblodh një sinod që quhet Sinodi i 7 ekumenik në kohën e perandoreshës regjente Irena, dhe në këtë sinod u kundërshtua ikonoklazmi dhe u pranua mësimi apostolik dhe tradita apostolike që ikonat duhen nderuar, jo adhuruar, dhe jo drurin, dhe jo ngjyrat, por personin që paraqet ikona. Por dhe pse Sinodi i 7 ekumenik, që është një nga 7 sinodet ekumenike të kishës apostolike, kundërshtoi ikonoklazmën, përsëri vazhdoi lufta kundër ikonave. Më në fund, në vitin 843 mbas Krishtit, perandoresha regjente Theodora dhe djali i saj, Miali, dhe në kohën e patriarkut Metod u bë restaurimi ose rivendosja me madhështi e ikonave në kishë. Ishte 11 mars, ishte e diela e parë e Kreshmës, që u vendosën me madhështi ikonat në kishë. Jo vetëm ikonat, por dhe gjithë ata që ishin të persekutuar për mbrojtjen e ikonave, të burgosur, të torturuar, të gjymtuar, erdhën në Konstantinopol, atje në kryeqytetin e perandorisë romake të lindjes, dhe aty ata sollën ikonat, por sollën dhe veten e tyre si një ikonë të gjallë të Perëndis. Kjo ditë u quajt në atë kohë dhe vazhdon të quhet e diela e ortodoksisë. E diela e triumfit jo vetëm të ikonës në rrafshin kulturor, artistik, por e diela e të vërtetës, e triumfit të vërtetës mbi gënjeshtrën. Prandaj dhe ne të dashur krishterë, në këtë të dielë, që quhet dhe diela e ortodoksisë, edhe neve përsërisim atë ngjarje, ato veprime që bën ata njerëz të shenjtë në atë kohë, të udhëhequr nga perandoresha Theodora. Dhe çfarë bëjmë? Në fund të liturgjisë synore, secili prej nesh do marrë një ikonë të Zotit, të lindjes shenjtorëve, dhe do bëjmë një procesion me prifti në krye për të kujtuar atë ngjarje, nderimin e ikonave. Të dashur të krishterë, ne të krishterë ortodoks jemi të dalluar nga të tjerët që quajnë të krishterë heterodoks, jo ortodoks. Pse? Kemi doktrinën e veçantë, por kemi edhe traditat e veçanta të pandryshuara, shekullore, siç është dhe ikonografia, që na ka ardhur që nga koha e apostujve, apostulli Shën Luka, që ka bërë ikonat e para, mendohet 70 ikona që i bekoje të shenjta dhe u përhapën në gjithë botën, dhe disa janë dhe sot e kësaj dite. Ne të krishterë ortodoks kemi stolin ton, identitetin ton me ikonën. Prandaj nuk ka një kishë ortodokse pa ikona, por nuk ka dhe një shtëpi të krishterët ortodoks pa ikona, i cili e mban ikonën jo vetëm në shtëpi, por e mban dhe me vete, e mban edhe në xhepin e tij, në portofolin e tij, në makinën e tij, në ambientet ku punon, sepse ikona nuk është thjesht një pikture shenjtë, as një hajmali. Ikona është imazh liturgjik, që na ndihmon neve të lidhemi me personin që paraqet ikona, ose Zotin, ose ylindsën, ose ëngjëjt, ose shenjtorët. Dhe kjo është e domosdoshme, sepse ne adhurojmë Zotin jo vetëm me mendje dhe me gojë, por edhe me sy. Dhe syri ynë merr 80% të informacionit. Dhe si do i shenjtorojmë syt neve?
duke pasur mure të bardha, apo duke pasur pamje sensuale të shëmtuara? Jo, ne do t'i shenjtërojmë sytan me ikonën e Zotit, të ylindsës, të ëngjëve shenjtorëve, me pamjen e ngjarjeve të shkrimit të shenjtë, si nga Dhjata e Vjetër dhe nga Dhjata e Re. Kështu që nëse ne do të kishim një kishë të plot edhe këtu, kjo kishë do të ishte e pikturuar, siç ka qenë kishat e përpara, sepse ikona është shkolla e të paditurve, e të paarsimuarve, që kushdo që hyn në një kishë ortodokse, vetëm duke parë ikonografin, ai e mëson të vërtetën, doktrinën. Por ikona na jep bazamentin e themelit kishës. Biri dhe fjala e Perëndisë u bë mish. Prandaj dhe kisha mbrojti ikonën, sepse nëse do të ishte ikonën, do të ishte edhe doktrinën, edhe bazamentin se Zoti u bë njeri. Kjo është një luftë që vazhdon dhe sot e kësaj dite, të dashur të krishterë. Ka shumë të ashtu quajtur të krishterë të reformave protestante ose dhe të tjerë që thonë që neve ortodoksët jemi idhujtarë, ne mbajmë ikona, ne ju falemi ikonave, ne adhurojmë ikonat, ne bëjmë idhuj me duart tona, edhe na shikojnë me përçmim, na shikojnë si të gabuar, na shikojnë me keqardhje, por ata janë në rrugë gabuar. Ata po vazhdojnë herezinë ikonoklaste që kisha e ka dënuar në sinodin e 7 ekumenik dhe i ka vendosur ikona me triumf në shekullin e 9 brenda kishës, dhe që atëherë nuk i kanë nxjerrë nga kisha. Por ju themi këtyre heterodoksve, pa ju bërë shumë teologji, se nuk kuptojnë. Po mirë ju themi neve atyre, pse në shtëpitë tuaj mbani fotografit e prindërve tuaj, e atit, e nënës, e vëllezërve, e motrave, e fëmijëve, e bashortë dhe bashortit. Pse i mbani, pse i puthni, pse i mbani me vete në për portofole ose kur jeni larg, edhe para atyre flisni, para atyre lotoni, edhe i mbani e i shtrëngoni dhe i puthni? Pse? E ata na përgjigjen. Këta janë njerëzit tanë të dashur, janë fytyrat e tyre që neve s'duhet i harrojmë. Edhe kur i kemi larg, duhet i kemi gjithmonë në sy, se janë prindrit, janë fëmijët, janë të afërmit. Po mirë, ju themi ne ortodoksët, por fytyrën e Zotit Krisht, birit të Zotit që u bë bir njeriu, që mori fytyrë njerëzore, si shtanë dhe apostujt, dhe pam lavdin, vetëm bir të lindur të Perëndisë, plot hire me të vërtet. Po fytyrën e ylindsës, nënës së Zotit, që shën Elisabeta tha, kush jam unë që nëna e Zotit më bëj vizit. Po fytyrën e shenjtorëve, që janë vëllezërit e motrat tona, nuk mund ta kemi ne ortodoksët? Nuk mund t'i nderojmë ne ortodoksët? Nuk mund t'i puthim ne ortodoksët? Si do përgjigjin ata? Patjetër që do mbeten si ata peshqit pa goje, dhe do mbeten turpëruar. Prandaj kur dëgjoni të tilla gjëra, kështu ju përgjigjni. Ashtu si mbani fotografit e prindërve të afërmit tuaj, ne mbajmë fotografinë e Zotit ton Jezu Krisht, atit ton, ylindsës, nënës ton, shenjtorëve, vëllezërve dhe motrave tona, dhe do t'i mbajmë, e do t'i nderojmë, e do t'i puthim. Por dhe diçka tjetër. Ikona me nuk është vetëm një imazh që na kujton fytyrën, personin. Ikona transmeton hir, është mjet liturgjik, është si një dritare që sjell hirin e Zotit tek ata që i puthin me nderim. Si do thoni juve? Po, ne këtu nuk po bëjmë diçka që nuk ndodh. E bëri Krishti. Si u shërua Shën Veronika, ajo grua që kishte hemoragji, vetëm kur preku rrobën e Krishtit. Nga rroba e Krishtit doli fuqia e Krishtit dhe shëroi hemorragjin. Si shëroheshin nga apostujt besimtarët, vetëm kur merrni peshqirën e Shën Pavlit e vendosin mi trup dhe shëroheshin. Vetëm kur hija e Shën Pietrit kalonte mbi smur shëronte. A e kuptoni se gjërat fizike kur shenjtërohen te një personi shenjtë transmetojnë hirin? Këtë bën dhe ikona. Kur ne drurin, ngjyrat, siluetet,
ja japin personit, ato bëhen mjete shenjtëruese dhe transmetuese. Dhe ne nuk nderojmë as drurin, as ngjyrat, por imazhin, personin që paraqit ikona. Dhe nderimi shkon tek personi. Dhe nderimi bëhet me lutje. Buzët e pabesa u thafshin krejt që nuk e nderojnë ikonën tënde, që na u tregua prej një historiani Lukashën apostulli si udhëse, themi në Paraklis. A e kuptoni? Por, mu themi dhe diçka tjetër. E kemi thënë dhe kemi përsëritur. Në qoftë se ju jeni të krishterë ortodoks dhe në shtëpi tuaj nuk keni ikona, ajo shtëpi nuk është e juaja. Është e tjetër kujt, është e djallit. Mos u çuditni për këtë. Sepse shtëpi duhet jenë kisha të vogla, dhe kishat janë me ikona. Shtëpitë ortodokse duhet jenë me ikona. Një shtëpi pa ikona, thënë shejtorët, është një shtëpi pa dritare, që nuk hyn drita. Aty ka smundje, aty ka mërzitje, aty ka frikë, aty ka ankth. Prandaj duhet mbani ikona në vendin të nderuar të shtëpisë, që ti shikoni, ti kujtoni ata shenjtorë, ose Zotin, të luteni përpara tyre, ti puthni ata, ti kërkoni ndihmë dhe të shenjtëroni syrin. Kjo është një ditë e madhe. Mund të flasim shumë e shumë, po është një ditë e madhe sepse sot kisha ortodokse nderon jo vetëm ikonën, por të gjithë luftën e saj që ka bërë kundër herezive dhe do bëj deri në fund, luftën kundër gjithë heretikëve, mashtrues të mashtruar, ujqërve me lëkura dele, që ishin fatkeqësisht nga kisha, por nuk ishin të kishës, që e luftuan kishën, por humbën ata, dhe do të humbin të gjithë ata që deri në fund do luftojnë të vërtetat e kishës, sepse jashtë kishës nuk ka shpëtim, dhe kisha është ndërtuar mbi themelin që biri i Zotit u bë bir njeriu, dhe sikur portat e ferrit tapen, kisha do qëndroj, jo mbi një njeri, siç interpretohet, por mbi këtë pojim që tha apostull Petri, ti je biri i Zotit, ti je Krishti. Prandaj të dashur krishterë, sot është një ditë festive. Dhe fundi që dua të them është, të bëjmë kujdes, sepse djalli e di se sa të vlefshme janë ikonat për ne. Ruajnë besimin, shenjtërojnë mendjen, përçojnë hirin e Zotit. Por djalli kërkon t'i zhduk ikonat. Nxjerr heretik modern, siç u thash. Por i heq edhe ikonat nga ortodoksët. Thot, te mendja ortodokse, ikona duhet në kish edhe jo në shtëpi. Ose kur vendos dikush ikona, vjen dikush i afër dhe thot, e bëre shtëpinë si kish dhe ti, vetëm ikona. Nuk po flet ai, po flet djalli nëpërmjet atij. Dhe nuk duhet ta dëgjoni. Dhe diçka tjetër, sot djalli kërkon ta heqë ikonën ortodokse dhe të bëj piktura të shenjta, fetare. Dhe na dalin ca krishtër si Feminuç, ca krishtër që nuk i ngjajnë fare Krishtit, ca krishtër dhe ca virgjeresha Mari që nuk janë fare të tillë, sepse nuk i kanë simbolet e krishtera. Një krishtër që nuk i ka simbolet e Krishtit, një virgjeresh Mari që nuk i ka simbolet e tërshenjtës, ose shenjtorët. Këto nuk i mbajmë ne ortodoksët. Këto nuk janë ikona, këto janë piktura, këto janë lloj-lloj fytyrash, por nuk janë fytyra e Krishtit, ikona e Krishtit dhe shërmërisë, pos që e kështu, siç i ka kisha. Prandaj nuk duhet i mbani në shtëpi. Ne nuk nderojmë vepra arti këtu, nuk kemi muze, po këtu nderojmë ikonën e Zotit, e cila nuk bëhet nga çdo kush, po bëhet nga njerëz besimtar, nga njerëz që njohin doktrinën, nga njerëz që kreshmojnë, nga njerëz të shenjtëruar dhe sillin imazhin e Krishtit, siç e sjell kisha. Zot dhe njeri, imazhin e ylincës, nëna e Zotit, imazhin e ëngjëve shenjtorëve, siç e sjell kisha, jo siç e sjell bota. Dhe e fundi që do të themi është, sot djalli lufton me ikonat e tij. Këtë ikonë e kemi në shtëpi me televizorin, këtë ikonë e kemi me tabletin, këtë ikonë e kemi me celularin, këtë ikonë e kemi me reklamat, me gazetat, kudo kemi ikona të djallit. Kush janë këto ikona? Ikona sensuale, ikona të dhunshme, ikona antihumane, ikona të njerëzore. Dhe njerëzit bombardohen nga këto ikona.
dhe e kanë humbur orientimin, janë bërë imoral, janë bërë pervers, janë bërë të dhunshëm, sepse djalli i bombardon me ikonën. Prandaj duhet sot në mënyrë urgjente të lartësojmë ikonën e Krishtit, të nderojmë ikonën e Krishtit, ta mbajmë ikonën e Krishtit, që të shenjtërojmë nga ikona e Krishtit dhe ylincët e shenjtorëve. Amin.